Jemi ritakuar sërish, tani është momenti për një mirëmëngjes nga kuzhina. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes, dashur, përshëndetje të dashur anvisa që qëndroni me ne. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi Joni Gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Po afrojmë Pashkët dhe do japim një ide për bukë të ëmbla të Pashkë. Domethënë për Pashkë. Por sigurisht do të dhe bukë të kripur javës në vazhdim dhe sigurisht dhe gatime të tjera që është majgjirica, që është ajo tryeza e Pashkës, do me thënë me mish qëngji që zakonisht mishi qëngjit preferohet, ndonjë sallatë, ndonjë lloj gatimi tjetër që këto do të jenë për javën në vijim. Do me thënë duke ju hapur pak më shumë edhe idet edhe të gatimet tona do janë më mund të përgatisin, do me thënë anvisat për këtë ditë, për të tryezë familjare. Atëre, fillimisht neve sot do të bëjmë atë që thamë bukët e Pashkës dhe çfarë do të na duhet domethënë për të bërë këtë bukë të ëmbla të Pashkës, që do t'i bëjmë si një gërshet. Këtu neve, siç e shikoni, e kemi përgatitur një brum, ende domethënë ka nevojë që të qëndronte edhe pak të na vinte, por koha jon kjo është, kështu që neve do ta tregojmë edhe për punimin më mbrapa se si do të vazhdojë, domethënë vijimi nga momenti që ka ardhur brumi dhe më mbrapa do të rikthejmë këtu për të treguar hap pas hapi mënyrën se si bëhet brumi për të ardhur në këtë fazë. Thjesht mund të përmend vetëm këto, domethënë produkte që do të na duhen. Kam vendosur gjalpin këtu të më shkri sepse më duhet një gjalp i shkrir dhe ta lë këtu tani sepse është shkri dhe nuk ka nevojë të ta shkrim më tepër. Edhe të më ul dhe pak temperaturën. Do të na duhet qumësht, lëng portokalli, to janë këto flezat e bajameve, maja edhe mahlep. Mahlep është një aromatizues që është i domosdoshëm për përgatitur këtë lloj recet, sepse i shkon mjaftueshëm dhe është ajo që jep atë aromën karakteristike të bukëve të ëmbla për Pashkë. Kështu që mundoni që ta gjeni sepse vërtet të duhet për t'i dhënë një shihet të veçantë bukës së ëmbël. Gjithashtu edhe vezë. Nuk e di si tha miell sheqer patjetër që duhet. Edhe i shohim, janë më të dukshme aty në mbrapa, por për momentin do me thënë unë përmenda këto. Tani, pasi bëhet brumi, që do të tregoj mënyrën se si bëhet. Pra ne do nisim me këtë recetë. Po, sepse më duhet që ta vendosim, të përgatisim do me thënë bukët dhe t'i lëm që të na vinë një herë dhe pastaj t'i vendosim në furrë. Kështu që ka procedurë dhe me që ka procedurë. Pra vjen edhe brumi më vete, edhe bukët më vete. Më vete, po. Dhe me që se ka këtë procedurën e zgjatur, më duhet që të filloj do me thënë tani për të përgatitur këto gërsheta, që do t'i vendosim në një tavë dhe do t'i mbulojmë me një pecet kuzhine përsëri dhe do t'i lëm përsëri që të na vinë. Dhe brumi tani është momenti për të nxjerrë nga ena ku ka qëndruar për të ardhur. E ndihmojmë. Brumin e ke bërë kat me mielin për çdo përdorim? Po, me mielin për çdo përdorim. Me mielin Ola nga kompania Atlas. Siç e them mirë pasherë, është ai mielli që na shpëton, që mjafton të kemi këtë variant në kuzhinën tonë dhe ne përshtasim në të gjitha llojet e gatimeve tona, po sigurisht nëse doni të ndjeni pak më shefa në kuzhinë dhe t'ju shkëlqejnë ato recetat tuaja, kompania Atlas ju vjen në ndihmë me të gjitha llojet e varianteve të miellit në treg dhe me cilësinë maksimale. Tani, kjo receta, unë shoh që nuk na do vetëm mielin, por edhe produkte të tjera të cilat ne i kemi të përditshme në gatimet tona, si për shembull na do vezën dhe ne kemi vezën O Vital, vezët e jetës, të cilat ju i gjeni kudo, në çdo markete, në çdo dyqan dhe ju siguron për cilësinë që ofron dhe për vlerat e pa diskutueshme ushqyese që veza ka, ku sigurisht në krye të listës qëndron proteina, por jo vetëm. E natyrisht do të na duhet edhe sheqer, sepse do të kemi një bukë të ëmbël. Sheqerin e kompanisë të Uta do të përdorim, sepse përgjithsisht kemi qenë të fokusuar tek ato produktet e kripura të Utës, që nga orizi apo nga variantet e tjera më përgjell do me thënë, por që sheqeri vazhdon të jetë i preferuar i juaj edhe yni. Me qënë se jemi tek mbështetës si tanë, do doja gjithashtu një falenderim për Vudin, për salçiçet të cilat na japin buzëqeshje, na kryejnë vaktet e shpejta të ditës për të preferuarat e të gjithë familjes dhe për ato që zënë një vend të rëndësishëm në frigoriferin tuaj edhe tonin gjithashtu. Atëre, ne do bëjmë gërshet. Anila përmendi gjithë këto sponsorizuesit që kemi ne këtu, janë ata që neve na ndihmojnë për të
përcjell për juve këto recetat, që siç shikoni, dalin shumë të mira, shumë të shijshme dhe kjo ndikon tek produktet, sepse ajo është që kanë atë cilësinë e mirë. Atëherë, këtu neve ose bëjmë një, domethënë të madhe, ose bëjmë dy, domethënë, të voglat. Dhe që të bëhen dy, do të ndahet në mes, dhe kjo prap do të ndahet në 3. Okej. Kjo do të pak më ashtu që t'jenë për përgatitjen e gërshedave. Kjo do të thotë, shiko se sa elastik që është, pak fare miell do, nuk do miell që të hidhet përsëri, duam pak fare që të ndihmojmë, domethënë që mos na ngjisë në duar. Sa të shkëputet nga era ku ka qëndruar. Bëjmë këto palosjet në këtë mënyrë. Ne brumin e kishim gati, por besoj në recetë zonja do ta kuptojnë se si e kemi realizuar, apo jo nëse shohim përbërësit? Po, por ndërkohë që ne do ta përgatisim Anila. Okej, po besoj në fund. Okej. Në fund ose... Jo, ti e di, s'ka kishti radhën e punës. Do të bëhet. Mirë, ndërkohë që bëjmë gati këto 6 copëzat e ndara nga njëra tjetra, le të shohim pak recetat në ekran. Buk pashke e ëmbël edhe e butë është kjo që jemi duke e përgatitur tani. Na duhen 750 gram miell, 3 vezë, 1 lug maja e thatë, 250 ml qumësht, 200 gram gjalp, 250 gram sheqer, 2 portokaj, 1 lug maklep, 1/2. Në si e thashën? Maklep? Po, mirë e to nisë edhe unë. E to nisë e ti? Faleminderit. Dhe që edhe unë një tonë. Me do pas e thash gabim. 1/2 lug mastika, 50 gram mbaja me fide, pra në fetë, që përdoret për ëmbëlsira kryesisht, 2 lug qumësh dhe 1 lug sheqer. Kjo ishte patlıcan janë me patate, është receta e dytë të cilën ne ende nuk e kishim përmendur deri tani, por janë në ekran, e zbuluam sapo, dhe për këtë recetë do të na duan 3 patlıcane, 3 patate, 3 thelpi, hudhra, 6 lug vaj, 2 gjethe dafine, krip, piper, majdanoz, djath për servirje. Pra do të kemi edhe patlıcan për të gatuar sot. Atëre, të dashura Anvisa, në momentin do me thënë që i ndajmë thamë atë brumin, atë mas në brumit, neve të thamë do të alëm, do të pushoj për rreth 1 orë. Neve s'kemi këtu as një 35 minuta, prandaj që duhet të qëndronte edhe më pak më tepër që të vinte ta mama atë në fazën e dur. Megjithatë, juve do të ndiqni ato këshillat tona, do ta lëni brumin të vi për rreth 1 orë. Pastaj do të bëhet kjo procedurë që neve po bëjmë tani, pra i ndajmë në mes për të bërë 2 bukë të ëmbla dhe i ndajmë nga 3. I ndajmë nga 3 sepse do të bëhen edhe gërshetat, që do të thotë e hapim tani brumin edhe e palosim në këtë mënyrë dhe kjo ndihmon nëse keni parë ato fizat që bën brenda buka. Po. Ja, jo, ato janë, do me thëmë, palosjet. Palosja i kryon ato. Ja, dhe e vendosim këtu. Pra u bë... Një kraj gërshetit. Një kraj. Tani, bëjmë edhe pak fare me miell, jo shumë miell. Thjesht një çik duhet që të... Të ndihmojmë pak duart. Të ndihmojmë duart që mos ashtu. Duam brumi të jetë i butë. Sa më i butë, aq më i mirë është. Edhe bëjmë këtë palosjen. Sa më shumë të paloset, aq më mirë është. Do t'i bëjmë që t'jenë të njëjtën madhësi. Unë bëj edhe e dyta. Ja bëjmë edhe këta. Dhe e treta. Okej. Edhe e palosim në këtë mënyrë edhe këtë. Nëse kemi, do me thënë, thjesht të bëjmë pak duart me miell, jo shumë. I shikojmë tani sa të gjata janë. Duhet janë në mënyrë të barabartë, besoj që të na dalë dhe gërsheti. Edhe i shikojmë edhe për punën e trashësisë, do të thënë që të jenë pothuajse një lloj. Mirë, s'ka gjëse. Mirë, nuk është se këto dëgjoj, si thuash, janë pundore, nuk është se janë makinë që të dalin të prera, do me thënë ashtu. Kjo ka dalë pak më e gjatë, s'ka problem, se do të rregullojmë në momentin që do ta punojmë. Tani këto i bashkojmë kështu. Krem të basën. I kthejmë në këtë mënyrë. Ja, tani fillon të vi brumi, se shikoj që fillon edhe rrit vëllimin. Që do të thotë tani,
e bëjmë në këtë mënyrë. Ndikojmë këtu. Dhe kemi bërë një gërshet. Ja, këtu kështu. Këtu na doli pak... Regulohet. Da, regulojmë qikë se. Na doli pak më i plot. Ja. Shumë bukur. Tani këtë, neve do të lëmë që të na vi dhe që të na vi do të vendosim në një tafë. Lutem Anil me që ke duart e pasta, tavën që ka me letër kuzhine. Ta marrim tani. Pritë ta afroj që mos ta mbash gjatë në duar. E ta rrim kështu. Do ta bëjmë dhe tjetrin? Apo vetëm kaq? Ta lëmë këtë vetëm, si thua po dhe. Si të duash ti, po. Vënd kemi këtu në tavë. Kemi vëndë, hajde ta bëjmë shpejt e shpejt. Nuk e di, si do arrim kohën pastaj se... Ka shumë gjëra tjera ke për të bërë? Hajde ta bëjmë. Atëre, unë pa i lë për momentin këtu tavën, se do të na duhet ta përdorim përsëri për të vendosur edhe gërshetin tjetër. As ka gjithë të parën e bërë pak nga dalë, ti se do duhet t'ja shpjegoje. Tani e ke thjesht për vetën tënde, se e panë zonja se si realizohet gërsheti. Pra brumin që bë, më ndajmë në 6 pjesë të barabarta, 3 për së cilës duhen për një gërshet dhe 3 për një gërshet tjetër, nëse duham t'i bëjmë në këtë madhësi. Po besoj se më të mëdhenj se kaq nuk ka që duhe. Jo, se do ajo do rritë mëllimin, do të ofrin, s'ka pse të bëjnë më të mëdhaja, to janë shumë të mira. Jo, ka gjatë, doja të thënë. Ma dje janë visat mund të vendosin dhe në fund fare mund të vendosin një kokërvest kuqe. Po, atë të teka. Mund të vendosin edhe ashtu, edhe bëhet, do me thënë, është tamam për ta bërë dhurat, për ta çuar diku, do me thënë. Ose kur keni njerëz edhe për dreke vendosni aty në mes të tavolinës edhe ngjan dhe bukur. Po, kështu që mund të vendosin edhe vezë. Tani, ti afrojmë këtu tani, ti ke më afër. Okej. Pse mendove ti se s'do kemi kohë? Kjo do shumë kohë për të përgatitur gjëra? Jo, nuk do shumë kohë. Apo kisha më mirë të bëje brumin? Po, për të bërë brumin. Brumin do ta bëjmë patjetër, se duhet t'ja tregojmë anvisave për pjesën e brumit, shumë e rëndësishme pjesa e brumit. Tani, ashtu siç bërëm edhe atë tjetrën, i shmangim këtu. Ka ndonjë specifik të veçantë ky brumi? Kjo buka vjen e ëmbël, ë? Është e ëmbël, po. Së shumë e ëmbël, po ka një lloj, ëmbëlsie. Ka një ëmbëlsi. Okej. Atë që themi gjithmonë, se tani, mbasi që të vinë, duhen lyer me vezë dhe qumësht, edhe do spërkatim pasaj me ato fletëzat. Tani, ne do t'i lëm pak për momentin, duke mbuluar me pecet, sa të, do me thënë, tregojmë, do me të pastrojmë tryezën tonë këtu, tregojmë edhe mënyrën se si bëhet brumi, ose të vëjmë gjellën më mirë për para, dhe pastaj, ashtu do të bëjmë. Flasë unë njërë të thash bëjmë dhe gërshetin tjetër, më thes do nga dali koha, Anil. Jo, tani do t'a lëm ashtu që të qetësohet ajo, në momentin që... Për të rregullojmë pak të baluken, ashtu, në momentin që... Në bjen... Atere, ne do pastrojmë tryezën, do fillojmë të përgatisim gjellën dhe do të rikthehemi këtu për të bërë ato bukat me qumësht dhe me vezë dhe do të hedhim ato fletësat e bajameve, fidhe do me thënë që kemi, dhe do t'i vendosim në furrë, pa qëndruar, por juve në shtëpi, që të bëjnë bukët tamam ashtu si që duhet, do t'i lëni rreth 1 ore të vinë bukët, të mbushen mirë, do me thënë të kenë 1 orë kohë që të bëjnë tamam ashtu si që duhet. Pastaj do t'ja bëni me qumësht e me vezë dhe me fidhe të vendosni në furrë. Pastaj në furrë nuk do shumë kohë, do në një temperaturë 170 gradë dhe do t'a lëni për rreth 30 minuta dhe do t'i keni gati bukë mafishe që do të bëjnë shumë të mira. Nëse ju do ndikni ato që unë ju them, jo këto që neve ndonjëherë edhe nxitojmë këtu. Jo këto që bëjmë neve. Jo këto që ne nxitojmë. Kjo është e vërtetë. Që të jemi të qartë. Tani ne kemi një 5 minuta shkallë. Nuk e di çfarë mund të bëjmë në 5 minuta përveç se të sistemojmë tryezën, se ndoshta këtë pastrimin e tryezës e bëjmë edhe gjatë shkëputjes, ose ndoshta mund të lexojmë edhe një receta derisa Kati të mendojë se si mund ta shfrytëzojmë këtë kohë që të vëmë dhe diçka tjetër përpara në vazhdim. Si thua, ti lexoj një recetat? Mund të lexosh recetat dhe unë do ndez të vatrën e sobës këtu, edhe do të vendos
Për të përgatitur gjellën, është një jahni që do të thotë, si shikoni kam hudhra, kam patate, patlıcan, salcë, majdanoze dhe kopër, do me thënë që është në momentin e fundit, një lugë miksë erzash që do të më duhet për t'i dhënë një shije, krip edhe vaj. Pra këto janë, nuk do të hedhë qep, do t'a bëj vetëm me hudhra, me salcën dhe me këto. Dhe në fund fare, si pas dëshirës, mund t'a shoqëroni me djathë të bardhë. I shkon shumë, por bëhet një gjellë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Mënyra se si duhet bërë, kjo është e rëndësishme për të bërë një jahni e ajkosur, themineve, dhe që të bëhet kështu, duhet të ndjekim një procedur gatimi. Atere, fillimisht do të hedhim vajin dhe do të fillojmë me patlıcanët edhe me patatet. Një tjetër sekret që duhet, do me thënë, për këtë lloj gatimi është që gjithmonë këto patlıcanët duhet i vendosim në ujë me krip. E kam thënë herë tjetër, jo për arsye sepse duhet të heq hidhërimin, se më këto lloj patlıcan nuk kanë hidhërim, por thjesht që të thithin ujë në brendësi dhe mos të thithin vaj gjatë momentit të gatimit. Se tërheqin gjithë vajin ato në brendësi edhe na bëhen të rënda. Kanë tendencën patlıcanët të thithin goxha vaj. Edhe të mos nxihen, se edhe patatet edhe patlıcani që oksidohen edhe nxjihen këto, edhe patatet. Tani unë do të filloj me patate fillimisht, pastaj do të shtoj patlıcanin, më mbrapa pastaj do të tregojmë hudhrët dhe këto. Okej, edhe pjesën tjetër, se si do të vazhdoj ky gatim. Thamë që do të rikthejmë recetat në ekran, me qënë se kjo është një ndër ato gjëra që ju na e kërkoni shpesh për të mbajtur shënim për bërësit që ju duhen në përgatitjen e një buke pashke të ëmbël edhe të butë, të cilën ne kemi lënë që të vijë dhe do ta tregojmë përsëri. Natyrisht do të tregojmë dhe mënyrën se si është realizuar brumi, por këto janë për bërësit me të cilët brumi është bërë: 750 gram miell, 3 vezë, një lugë maja e thatë, 250 ml qumësht, 200 gram gjalp, 250 gram sheqer, 2 portokaj, një lugë maklep, 1/2 lugë me mastika, 50 gram bajame fidhe, 2 lugë qumësht dhe 1 lugë sheqer. Sa po kemi nisur gatimin me patate dhe patlıcan dhe receta e plot është kjo. Patlıcan jahni me patate. Na duhen 3 patlıcan, 3 patate, 3 thelbinj hudhra, 6 lugë vaj, 2 gjethe dafine, krip, piper, majdanoz, djath për servirje. Pra djath të bardhë kemi në këtu në kubik të vegjël që do të na shërbejnë për ta servirur. Tek vaj kam hedhur, do me thënë, do të hedhë thelpit e hudhrës fillimisht që të aromatizohen dhe bashkë me to, do me thënë, do të shtojmë edhe patatet. Më mbrapa pasaj do të shtojmë edhe patlıcanët. Në fund, gjatë të përpunimit, do të tregojmë pastaj se do të shtojmë edhe këtë salcën. Salcë, mund të shtojmë sigurisht që një lugë salcë do të ishte mirë, duke shtuar dhe 1-2 domate të grira në rende ose në kubik për shembull. Por një lugë salcë do të ishte mirë për ta përgatitur këtë, sepse salca i jep shije gjellës, se siç e shikoni nuk kemi asnjë gjë tjetër, kemi veç se 2 përbërës. Kemi pataten, kemi patlıcanin edhe hudhrat. Kjo është, domethënë, në side. Kështu që e vendosim tani që të lëshojmë pak aromë, jo më tepër se duhet të... Dhe e vazhdojmë këtë recet kat kur të kthehemi në pjesën e dytë, me qënë se tani është momenti që ne të bëjmë atë pushimin tonë, kemi shtuar dhe patatet ndërkohë dhe e lëm këtu, si mendon? Në rregull. Okej, mirë, bëjmë pa pushim. Sistemojmë ne këtu rahat me qetësi, ju presim këtu prapë në pjesën e dytë bashkë me Katin për të mbaruar të dy gatimet tona. Ja, ku jemi, nëse po na prisnit në pjesën e dytë të këndit tonë të gatimit, në këtë këndin e këndshëm plot shije ku ne gatuajmë çdo ditë dhe sigurisht Katerina impenjohet që t'ju sjellë receta të veçanta, t'i përshtatet sezonit, t'i përshtatet festave dhe atë që e ka me shumë merak, t'i përshtatet ekonomisë dhe xhepit të gjithëve, familjes pa diskutim dhe përbërësi kryesor i Katit të gjithmonë që në recetë duhet të ketë dhe dashuri. Se ka me merak ta thotë edhe këtë pa tjetër. Edhe gatimi del shumë i mirë. Pra edhe gatimin duhet ta ledhatosh, do me thënë. Jo ti bësh
Sa me thënë, shpejt. Duhet avash, se ndonjëherë shikojnë që po i bën avash. Jo, avash duen. Nuk duen thërmuar, duen në situash edhe perimet edhe këto t'i bëjmë avash, mos të thërmojnë gjatë gatimit, të ruajnë atë situash formën e tyre, edhe prandaj themi edhe temperatura e ullët, edhe përzierja të jetë e lehtë, pra duan domethënë edhe atë kohën e zgjatjes, do për kushtim gatimi që të dalë i mirë dhe i shijshëm. Le të kesh dhe dy gjëra ja ç'kemi ne tani, kemi vetëm patate dhe patlıcan, por në fund, në mënyrën se si do ta përgatisim, do dalë një jakni, një gjell për të kaluar vaktin e drekës. Nëse keni pak djath, mund ta shtoni domethënë, nëse nuk keni nuk ka problem. Edhe kështu domethënë është një shije fantastike. Hudra do të bëjnë të vetëm, patlıxhani është mish faktikisht me patate, sepse ka ato vlerat e saj ushqimore dhe është shumë e shijshme si perime dhe bëhet një gjellë shumë e mirë. Tani, ndërkohë sa neve tham këto gjëra, sepse duhet që të më ulin pak edhe vëllimi, domethënë do të bëhet kjo kavërdisja, unë tani do të shtoj edhe salsën që kam këtu. Është shumë e rëndësishme pjesa e salsës. Ja, shikon me njerë, ajo zjerë, domethënë, zihet salsa. Kjo është shumë e rëndësishme që të zihem salsën. Këtu tani tek tenxheria dhe këtu gjithmonë duhet të kemi ujë të ngrohtë që të hedhim gatimi. Asnjëherë ujë të ftohtë. Gjithmonë në gatime do të kemi një tenxhere afër që të shtojmë ujin e ngrohtë. Ose lëng mishi, ose lëng perime, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi për t'i dhënë një ekstra shije gjellës tuaj. Në ekran kishit recetën, besoj se u la mjaftueshëm ajsa për të jaku e kemi përsëri, të rikthyer edhe një herë, pra këtë jemi duke përgatitur tani, patlıcan yani me patate. Pra 3 patlıcan, 3 patate, 3 thelpinj hudhra. Kati ka 3-3-3 këtu në recetë, 6 lugë vaj, 2 gjethe dafina, kryp piper majdanoz dhe djath për servirje. Më thjesht se kaq nuk ka ku të shkoj. Pra patlıcan dhe patatet janë në zarzavatet më të zakonta në treg me një çmim fare ekonomik. Në këtë rast ka zgjedhur Kanti ta bëj vetëm me perime pa mish, pa ka ngarkuar. Nuk do të hamësh, do të konsumojsh. Jo, e vërtetë është. Mish duhet që sepse thash që patlıxhani zvendëson mishin. Është po të shikojmë domethënë ta bëjnë se çfarë vlerash ushqimore ka patlıxhani, çfarë ka patatja, domethënë ne kemi një drek të plotë dhe të shëndetshme. Ndërkohë tani pasi edhe salca u ka vërdis bashkë me perimet, është momenti që do të shtojmë ujin dhe ti që hedhe pak kripun tani këtu. Domethënë kemi shtuar krip piper, një gjethe dafine, 1 ose 2, këtë e zgjidhni vetë juve. Sa doni që të ndihet? Po. Marr një garushë që t'ja hedh pak e nga pak. Dhe më pas janë erëzat e freskëta që si gjithmonë hidhen në fund që të mos ndryshojnë ngjyrën dhe të çlirojnë atë aromën e freskët. Jo qëllimisht të thash që do marr dhe garushën që të hedh pak e nga pak, sepse edhe tani kjo është një gjë, një sekret edhe kjo që ja. Këtu tani patatja ka zënë domethënë këto në fund fare. Në momentin që hedhim një garushë, ato fillojnë edhe lëshojnë ato lëngjet, edhe ato lëngje lidhin gjellën. Domethënë, gjatë kavërdisjes patatja dhe patlıxhani kanë bërë si thua një kore sipërfaqësore në fund të tenxheres. Në momentin që hodhëm ne na u lidh salca, edhe salca zihet. Do hidhet një garushë në fillim fare, ja. Po ta shikojmë, shikosim pikset aju? Po, me një herë. Kjo është që bën atë lidhjen fillimisht, zjen akoma më tepër salcën, lidhet gjella dhe tani do të hedhim prap ujë dhe ujë do të hedhim në mas të gjellës, jo më tepër. Tani ju nëse doni domethënë që ta keni pak më të plotë gjellën, domethënë më shumë, mund të shtoni, por domethënë gjithmonë në mas është mënyra më e mirë e përgatitjes së gjellës. Tani e shtojmë edhe ujin tjetër. Okej. Edhe një unë nuk hedhë më, është mjaftueshëm domethënë për mendimin tim. Ju thash juve në shtëpi nëse doni se patlıxhanet ujë janë. Ajo që është shumë e rëndësishme tani do vendoset kapaku dhe do ta lëni që të ziejnë në temperaturë të ulët në mesatare për të dalë me lëngjet e veta dhe me shijen, me salcën e vetë themi ne. Ajo është gjella e mirë. Thash pastaj nëse doni mund të shtoni më tepër për të shtuar gjellën tuaj. Okej. Dhe ja ku e mbulojmë për t'i dhënë mundësi që
Gjella të gatuhet, të zihet, duke u kujdesur për temperaturën, duke mbuluar me një kapak dhe të gjitha bujt edhe shija e tyre do të qëndrojnë aty brenda. Thotoja që në pjesën e parë ne treguam se si u realizonte forma e gërshetit të bukës, një bukë e ëmbël, e cila i përshtatet edhe festës të Pashkëve që do të kemi pak ditë më pas. Sigurisht që është thjesht një recetë e parë kjo duke ju afruar festës të Pashkëve, e cila do të pasohet edhe nga shumë të tjera ditët në vazhdim, duke filluar nga e hëna pra e javës së ardhshme, nga Kation ta zbulojmë. Po do ta zbulojmë, sigurisht që kanë filluar që të vinë, jo se na erdhën plotësisht, tani ky është gabim që neve t'i vendosim në furrë pa ardhur në atë vëllimin e dur, por sigurisht që ne do t'i vendosim, do ta bëjmë këtë procedurë. Kështu që juve sigurisht që do lëni, domethënë ajo duhet të rinë, domethënë të rritet vëllimi, të bëjnë kaq, të rriten. Edhe një herë gati nga çjana. Atëre e kemi në rregull, kjo ka ardhur më shpesh se që bëje para. Tani këtu pak më ashtu, por tani mbasi kemi bërë, domethënë në këtë që i ka ardhur, është dyfishuar vëllimi, vezë, një pokër vezë, qumësht, pak qumësht, edhe mund të shtojmë edhe pak sheqer. Në fakt se i jep edhe ngjyrën e mirë sheqeri. Marrim një pirun tani. Për të rrahur vezën, po. Pra e nevojshme është që përveç se të na shihni edhe të dëgjoni ato shpjegimet e Katerinës, sepse ne gatuajmë në ekran, në një kohë të kufizuar, që do të thotë është e nevojshme të respektohet koha e duhur nëse do të jeni duke gatuar në shtëpi, në gatime të caktuara, të cilat nuk mund të kryen në 20 minuta. Hedhim edhe pak sheqer. E përzim tani për punën e vezës, po doni mund të shtojnë vetëm të verdhën e vezës. Po, si që bëjnë shpesh zonjat kur i lyejnë, po, mentimën e një. Ta bëjnë edhe me të dyja, do me thënë komplet vezën. Një përzierje të mirë, sheqer, qumësh ka me dhurur dhe vezën, një vezë të plot. Dhe shumë e rëndësishme tani për punën e lyerjes. I lyejmë fillimisht, dhe pastaj më mbrapa, pasi e lyejmë, do të shtojmë edhe ato fletzat e bajameve, edhe për shije, por edhe për një tjetër, si thuash, bukuri, t'i jep bukve. Edhe, çunat pastaj do t'i provoj. Do t'i provoj. Patjetër, gjithmonë me shumë dëshirë. Ne furrën ke ndezur këtë poshtë. Anila, shikoj, unë e dëgjova që ajo kërciti dhe si duket. U fik më duket? Duhet, po ka ikur, do me thënë. Atë sipër. E pra, regulloje pak dëgjova që bëri një tringëllim. Do me thënë, të lyej këto bukët. Ta ngro mirë unë apo? Te 170 duhet, si temperaturë. Ne do ta lëmë ne për 30 minuta. Kjo është e ngrohtë, nuk ka nevojë të marrë nxehtësi. E duan çik për kushtim, to duan të bëra avash që të bëhen tamam ashtu siç duhet. Shikoj se sa mirë i bën kjo veza me qumshtin edhe me sheqerin. Dhe kur të piqet akoma dhe më kënd që do ngjaj, se veza jep dhe atë shkëlqimin bukës nga sipër. Edhe pak këtu. Ja, kjo e para filloi domethënë që të rrisë volumin më mirë. Sepse është bërë më herët. Po. Tani hidhni pak nga këto, do me thënë sepse përveç se edhe bukurisë, por kanë edhe vlera ushqimore, edhe është kombinimi mirë, do me thënë i frutave të thata me bukën e ëmbël. Një hashtag ka rënë këtu në studion tonë. Po presim. Gjithkush po mendon gjërat e veta. Unë në fakt po mendoja për fletëzat e bajames. Nuk rrezikojmë të na digjen duke vendosur në të njëjtën kohë me bukën? 170. Nuk rrezikojnë. 160, 170. Jo, aq e tham, po thashë do që të jetë janë nuk i gjejnë gjë. Asnjë gjë. Dhe tjetër sekret që duhet, domethënë në këto që të na bëhen të buta bukët dhe të qëndrojnë të bukëta, në fund të sobës të vëmë një tenxherë, në një,
një tavë me ujë, një tavë të vogël, si do vëmë dhe ne, që do me thënë të lëshojnë ato avujt edhe të na bëhet do me thënë si të piket në avuj, edhe këto nuk rrezikojnë edhe as djegjen, por ndërkohë që edhe temperatura që neve themi 160-170 varet nga lloji i furrave, nuk ka asnjë problem për të djegur bajamet. Tani kemi gati ne për të vendosur në furrë. Ju lutem shumë, ju ndiqni udhëzimet e mia. Mos i vendosni në këtë moment, vendosni ashtu si unë ju them, që të rritet akoma volim. Ne fillojnë tani të na bëhen, por se kemi atë kohë, duam t'ju tregojmë edhe se si mund të jenë ashtu të pjekura. Po, dhe ne do shohim deri në përfundim të kohës që kemi në dispozicion se sa do të jenë pjekur. Megjithatë, ajo që ju kujtojmë vazhdimisht është të mos hezitoni të vizitoni gjithashtu edhe faqet që ju jam e sigurt i keni të preferuara tuaja, siç është dhe Balkan Web, sepse aty do të postohen edhe fotot e gatimeve të cilat ne për shkak të kohës nuk kemi mundësi t'i tregojmë 100% të përfunduara apo të pjekura, kështu që marrin kohën e nevojshme dhe postohen më pas në Balkan Web, jo vetëm të përfunduara, por të shoqëruara gjithashtu edhe me recetat përkatëse dhe me videon e cila tregon se si është realizuar ai gatim. Dhe ne tani do të bëjmë brumin. Po. Do të tregojmë edhe ti duhet të qëndrosh këtej besoj. Unë kaloj në krahun tjetër, gjella është duke zirë në temperaturë të ngadalt. Tani si e bëm ne këtë brumin e bukës, sepse ka një brum specifik apo jo, ka një mënyrë të gatuarit që duhet ta mësojmë dhe mësojeni sot, mbajeni shënim dhe përgatiteni fundjavën e ardhshme për të festuar edhe ju Pashkët me një ndër simbolet karakteristike të kësaj dite, ku pa diskutim veza është në krye të listës së simboleve të Pashkëve, por këtë herë edhe buka nuk qëndron më pas. Janë të dyja Pashkët në një ditë, apo jo këtë fundjavë që vjen? Atëherë, të dashur Anvisa, fillimisht do të hedhim, do të thonë, lëngjet fillimisht në enën që ne do të përgatisim brumin, pra duam që qumshi do të jetë i ngrohtë, do të hedhim lëngun e portokallit që është i ftohtë dhe do ta sjellim të vakët. Kështu që fillojmë me qumshin. Fillojmë me qumshin me që kam këtë se duat mas edhe sheqeri, do të thonë të hedhë edhe këto produktet e tjera. Sheqeri edhe këto do të hidhen bashkë, do të thonë, vetë se sheqeri. Mbrapa këtu do shtojmë lëngun e portokallit, sipën e portokallit. T'ju them me masët të këtyre, për shembull, një filxhan qumësh, një filxhan sheqer, 3/4, do të thënë pak më poshtë, mos e mbushni, nuk dua të jenë shumë të ëmbla. Dua të ëmbla aq sa duhet, jo më tepër. Kështu që një 3/4 të filxhanit është mjaftueshëm dhe 5 filxhan miell, që t'ua sjell më thjesht se sa me gramaturën, se dikush mund të ketë, do me thënë që t'i peshoj, dikush nuk kam mësi që t'i peshoj. Gjithashtu kemi edhe gjalpin. Tani do të hedhim cipën e portokallit, pastaj do shtrydhim dhe këto dhe do të hedhim dhe ato brenda, do të hedhim majan edhe maklepin këtu brenda, do t'i përzijim, gjithashtu edhe vezët edhe do t'i kemi gati pastaj për të shtuar mielin dhe gjalpin në fund në mënyrë graduale. Do ja tregoj mënyrën se si do të bëhet. Fillojmë, do me thënë, duke shtuar tani cipën e portokallit. Hidhja një cipën e portokallit se vërtet i jep shumë aromë edhe shije dhe atë që them gjithmonë, përveç se tyre kanë edhe vlerat ushqimore. Tani, tjetra që duhet të dim për punën e portokallive, të jenë të freskëta, të jenë biologjike, sepse nëse faktikisht kanë, po, me njerë nxjerrin aromën e mirë, se ka kështu portokalli që janë me qiri. Do të kemi kujdes. Ndihen ato në duar në fakt. Megjithatë, edhe kur janë bio, sigurisht që nuk duhet harro të lahen mirë, të pastrojnë mirë. Patjetër, ajo është kryesorja me atë të guzhinës, domethënë me sfungjerin e guzhinës, i pastrojmë edhe i kemi gati. E kryem. Iku dhe kjo për pjesën e kësaj. Se ndonjëherë, Anila, që dhe neve, përmërsisht se kemi këto, bëjmë gabime. Më kujtua tani një... Një gabim? Ja, një gabim. Faktikisht, edhe ne bëjmë gabime, ati që thash, edhe unë ka ndodhur që të bëj gabime, por tani më kujtua një gjë dhe një kështu, që ka qenë shefja më e madhe, që po bënte një
syltjaç. Edhe ajo do të ta silte më të moderuar. Edhe mori domethënë syltjaçin do ta bënte me cipën e portokallit. Edhe atë do të që ta hidhte në momentin e fundit përpara jurisë, domethënë shefave, për t'i dhënë atë shihen përfundimtare dhe shihen më të mirë. Madje ishte franceze, shefe me titull, jo se prandaj do të them që edhe ne bëjmë gabime, kështu të dashur Anvisa, për këtë do të them. Justifikojmë ndonjëherë dhe veten tonë që edhe ne nuk jemi të pagabueshëm. Dhe në momentin që filloi që të bënte me rende në kështu siç unë e bëra portokalli, ajo nuk po nxirte atë, si thuash, cipën portokalli dhe ngeli shtangur kështu dhe si e ofenduar për moment. Sepse portokalli ishte me qiri. Dështoj, sigurisht, ishte momenti më delikat, do me thënë i saj. Kështu që atë doja të thosha që dhe ne bëjmë gabime. Që do të thotë, leti marë këto, tani ti hedhë vezët një nga një, nuk ka problem se këtu se neve qumshtin kishim dhe ashtu, ti provojmë të shikojmë, por që jemi të sigurt për punën e vezëve, dhe nuk ka problem se edhe pse shtuam edhe këtë pakën vezë. Që ja, neve jemi shumë të sigurt për punën e vezëve, atë që them gjithmonë që qëndron në qendër. Do ngjyrosim vezë bashkë ne? Patjetër që do ngjyrosim. Këtu them në emision, se në shtëpi po. Këtu. Ja, vezët, shtojmë edhe vezët. Pra kemi hedhur qumësht, kemi hedhur sheqerin, kemi hedhur cipën e portokalleve, do të shtojmë edhe një, si thuash, lëng portokalli, do të shtojmë dhe 5 pastaj filxhan në miell, por prit një herë të shtojmë edhe këto, se sheqer kemi hedhur. Majaja e do sheqerin dhe tani aktivizohet në momentin që shtojmë, edhe mahlep do të shtojmë tani një lugë të çajit, por me që është e kafes, 1-2 të kafes. Kjo është, do me thënë që e bën të veçantë, ka një aromë të veçantë, është si thuash një nga baharnat që i përshtatet kësaj lloji recete dhe e bën shumë të mirë edhe të shijshme. Është aroma karakteristike e bukëve të pashkve. Edhe kjo zot na duhet tani. Faleminderit. Tani të bëjmë edhe këtë pjesën e portokalleve. Anila, edhe pse se kam, s'ka problem se unë... Ato, e ke aty gati, në lavamana. E kama. Por edhe kështu i shtrydh, unë s'ka problem, se e shikoj edhe me... Nuk ka, ja, nuk kam fara. Gjithmonë shumë thua Kati, e ka me mirë masi. Edhe i di, do me thënë, sa? Kati është duke mbaru punë. Okej, rëndësi ka që ju të dini, ne kemi edhe shtrydh. Kemi, shiko, kemi në kuzhinë, kemi po një herë dhe ato, si thua, pregatitjes shumë shpejt me dorë, bëhen më mirë. E nëna tona nuk i kishin të gjitha këto kushte. Kështu që kujtojmë edhe ato her pas here. Tani është momenti që duhet të bëjmë përzierjen. Përzierja fillimisht bëhet lehtësisht, edhe kjo bëhet tretet sheqeri, do me thënë lidhet majaja me këto, aktivizohet faktikisht në momentin dhe ashtu, dhe thash që duhet të kemi të ngrohtë pjesën e qumshtit, sepse në momentin që do të hedhim lëngun e portokallit, ajo do të vinë në një temperaturë të vakët. Tani vazhdojmë të bëjmë përzierjen. Dhe të gjitha produktet e tjera duhet jenë në temperaturë të ambientit. Ndërkohë, Kati, kemi 2 minuta kohë, ndaj... Tani do të shtojmë edhe mielin, 2 minuta kohë, neve besoj se do të harim, do me thënë që ta bëjmë gati, dhe thjesht do të hedhim gjellën. Po, se ne e treguam mënyrën se si formohesh gërsheta, treguam temperaturën në pjekjes, pra të gjithë të pjesën pas bërjes së brumit, ne e kemi treguar për t'i dhënë më shumë rëndësi kësaj pjese. Ndërkohë që buka 4 ka filluar të marrë një sipërfaqe të lehtë, por do ta nxjerrim nga fura pas pak. 5 filxhan. Po. Okej. Kemi pak fare atje, se tani fillimisht do ta bëjmë përzierjen të lehtë. Mund ta bëni edhe me dorë, me një lugë, por edhe kështu nuk është problem. Tani do thoni juve gjalpi, në momentin që do filloj që të stërmundohet rafsja, gjalpin e kemi të shkrit dhe do ta hedhim në mënyrë graduale.
Ta shërbej unë gjellën? Po, Anita. Apo e ke me merak ta bësh pa? Jo, nuk kam merak fare, sepse di se sa vëmendshme. Ke besim. Jo, shumë besim atje. Okej, ma thuaj kur të mbaroj. Tani nuk mundet do të që të punohet. Ashtu, jemi në rregull. Ndërkohë që nga regjia po më njoftojnë që ne kemi mbaruar kohën tonë, por 1 minutë do të na jepni borxh sa të hedhim gjellën. Duke shtuar edhe këtë majdanozin sipër në fund fare. Mund të shtosh edhe copza djathi që mund t'i shtonim edhe brenda në momentin e fundit nëse duan Anvisa. Unë e përfundoj si Pra kemi bërë një gjellë me patlıcan edhe patate, shumë të thjesht, me pak përbërës dhe me goxha aromë të mirë edhe shije. Dhe jemi duke treguar edhe brumin, që në fakt jemi në fund. Dhe do të nxjerrim, a lejohet të nxjerret ajo buka nga furra apo e dëmtojmë volumin? Jo, nuk ka problem, do ta nxjerrim. Nuk ka asnjë problem, se nuk është kek. Tani, ajo që duhet të tregojmë tani këtu, duhet të tregojmë sepse këtu nuk bëjmë brum të fortë, është një brum pak më i fortë se i kekut. Neve kështu siç e kemi këtë brumin, do ta lëmë që të vi rreth 1 ore dhe mbas 1 ore do të bëhet ai veprimi tjetër që tham. Ja ta shikojmë, kjo është brumi, në këtë fazë, do me thënë kështu duhet, dhe do të ndihmohet më mbrapa ashtu siç e ndihmuam edhe ne në momentin që e punuam me shumë pak miell, thjesht e punuam, do me thënë të mpijet, jo të shtojmë miell se bëhet si bukë pastaj. Aq, do me thënë ju ndiqni gramaturat, ato se si unë ju them, dhe do shikoni që do të bëni bukët më të mira që do të, si thuash, bukët më të mira për këtë Pashkë. Ta nxjerrim edhe ato tani? Po. Se nuk kemi më kohë. Ndonjëherë koha ikën vërtet pa e kuptuar. Sado që mundohemi të llogaristim. Pritja u heq nga këtu se çiksi me siklet, aty nuk besoj se dalloni gjë mirë. Më mirë këtu? Ja, ta lëm këtu bukë mbi bukë. Sa të lezetshme. Po aroma mua më pëlqen më shumë, që e ndjej këtu në studio dhe ju të ndjeni këtë lloj arome. Pregatisni pse jo në shtëpia tuaja, se ju thash që bëjnë shumë thjesht, shumë shpejt për të përgatitur, veç se duan atë orë. 1 orë në fillim të qëndroj brumi që ne kemi përgatitur, mbas 1 ore i përgatisni ashtu si ne i bëm këtu në studio, edhe do t'i lëni edhe 1 orë tjetër, rreth 1 ore, dhe do të marrin volumin. Pra, kaq sa janë tani, duhet ishin në momentin që duhet më mbrapa të shtonit vezën që kemi përgatitur me qumësh, me sheqer, edhe me vezë, i lyen, hidhi bajamet sipër në furrë 160, 170 për 30 minuta do t'i keni gati. I lëni më mbrapa pastaj të mburruara përsëri me një pecet buzhine dhe do t'i keni për të konsumuar në momentin që do jenë të ftohta. Ja ku i keni të dyja në ekran, nuk kemi më kohë, do kemi të tjera receta festive javën që vjen. Faleminderit ty Kati, të lumshinduar, të uroj një fundjavë të mbar. Faleminderit e dashur, faleminderit edhe për servirjen e pjatës, se ke bërë shumë bukur. Të lumshinduar. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur dhe ju bof mirë. Mos hezitoni t'i përgatisni edhe gjella, por edhe bukët bëhen shumë të mira. Shkojmë tani në publicitet.